Qeveria ka miratuar një akt normativ për rishikimin e buxhetit të shtetit për herë të dytë brenda këtij viti. Ky vendim është marrë pas mos realizimit të shpenzimeve për 5 muajt e parë të vitit dhe ka si qëllim alokimin e fondeve shtesë për sektor të rëndësishëm, duke përfshirë sigurinë digjitale dhe bujqësinë. Akti ka hyrë në fuqi me publikimin në fletoren zyrtare dhe parashikon realokimin e rreth 11.8 miliard lekëve. Qeveria ka vendosur që të orientojë këto fonde për mbështetje më të madhe në sektor prioritar. Këto sektor përfshin sigurinë digjitale, bujqësinë, bizneset e vogla dhe projekte që mbështeten nga Bashkimi Evropian. Në veçanti, siguria digjitale dhe mbështetja për rritjen ekonomike të qëndrueshme do të marrë një vëmendje të shtuar, me një vlerë totale prej 5.6 miliard lekësh. Një nga elementet kyç të këtij rishikimi është rritja e fondeve në sektorin e bujqësisë. Fondi i garancisë sovrane është rritur në 1 miliard lekë, duke arritur në një total prej 3 miliard lekësh. Ky fond do të mundësojë që fermerët dhe ndërmarrjet e vogla të marrin kredi me interesa të favorshme nga bankat e nivelit të dytë. Pjesë e këtij rishikimi është edhe mbështetja për forcimin e infrastrukturës kombëtare të sigurisë digjitale. Në këtë kuadër, janë planifikuar fonde të dedikuara për përmirësimin e teknologjisë së informacionit në administratën publike dhe për implementimin e infrastrukturës digjitale të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm është rritja e buxhetit për SPAK, i cili nga 1.8 miliard lekë është rritur në mbi 2.3 miliard lekë. Kjo rritje do të përdoret për mobilizimin e zyrave të godinës së re, blerje të pajisjeve elektronike dhe vendosjen e paneleve diellore. Gjithashtu, mbi 250 milion lekë do të shpenzohen për infrastrukturë digjitale dhe fizike të byros kombëtare të hetimit. Në 4 muajt e parë të këtij viti, institucioni nuk ka realizuar 11.7 miliard lekë të planifikuara për shpenzime, pjesërisht për shkak të ndërprerjes së investimeve për shkak të zgjedhjeve elektorale. Këto fonde tashmë janë shpërndarë në sektor të tjerë të ekonomisë. Pavarësisht këtij rishikimi, deficiti buxhetor mbetet i pandryshuar në nivelin 68.1 miliard lekë dhe borxhi publik nuk do të ndryshojë. Ministria e Financave ka argumentuar se ky rishikim është i nevojshëm për të alokuar fondet e kursyer nga institucione të ndryshme në sektor që kanë kërkesa për financim shtesë.